kem banor që kanë jetu në Mitrovic edhe kanë vendos me ardhë me jetu në fshat. Fshatarët e këtij fshati dojnë këtë vend edhe nuk dojnë me ja kthy shpinën. Hanëdan është përmend si fshat që ka njerëz të meqëm. Qabër të Zubin Potokut, Estina e Pranverës ja ka shtuar jeshin edhe më shumë këtij fshati, ku qytetarë të shumt janë duke punuar tokat e tyre. Fshati vetëm i banuar me shqiptar. Por për afërsisht sa banor banojnë sot këto? Pa janë dikon rreth 800 banor të Nimishi. Para luftës sill ka 1400 deri 1500, janë rreth 200 shtëpi. Është një fshat i mirë, është një fshat i banueshëm. Do me thonë ka banor, nuk është i zbrazën, pse një pjesë e vogël e nisë ndalë, mirë po prap ka. Do me thënë edhe pse është fshat që në gjitha anët kufizohet me fshatra serbe, apo jo? Do me thënë nuk është zhvendosja e qytetarëve prej tij shumë e madhe sa në fshatrat e tjera. Jo, përkundrazi pas lufte ne kem banor që kanë jetu në Mitrovic edhe kanë vendos me ardhë me jetu në fshat. Kjo është për shkak të ruajtjes së territorit, për shkak se është në këtë pjesë ku është e banuar me shumicë serbe, apo ka ndonjë arsye tjetër? Po, shiqo, ne si fshat gjithmonë jemi konë të vendosur, nuk e kena lshu këtë fshat, vetëm kur kena pas presion ushtarak ose policor, se jena konë vendosur dhe këtë fshat e ka vlerën e vete specifike, është fshat ku ruhen traditat tamam kombëtare, edhe është një fshat ku fshatarët e këtij fshati dojnë këtë vend edhe nuk dojnë me ja kthy shpinën. Për asnjë çmim. Do me thënë e sforcon ende më shumë kjo pjesa e patriotizmit. Normal. Për arsye që siç dihet. Por e dim se gjithmonë veriu i vendit ka prodhuar lajm, por asnjëherë pozitiv themi. Si është gjendja tash e banorëve këtu? A ka pasur më ndonjë ekses përveç atij të vitit 2004 që gjetën? Po jo, kështu eksese të mëdha jo, ne zyrtarisht do me thonë për momentin e kem kryetarin e të fshatit tonë, Izmir Zeqiri. Ai punon atje me ekipin e vetë, do me thonë ka punësun aty edhe sërbë edhe bosnjak. A ka ndryshuar diçka prej që ka ardhur kryetari shqiptar në komunën e... Po normal, se interesimi është ma i madhë, do me thonë, kur e kje njërin tënë, atje ullun karrik kryetarit, ka bo një lojnat fëmijëve, këtu ka bo do investime, do me thonë, ka shkep kultivatora për fshatar, do kësi boshet najlonit që janë. Po të rikthemi në kodë. Edhe kanë drejtë edhe rrugë të asfaltune. Serbe që kanë qenë, do më thonë, kryetarët e komunave të nacionalitetit serb, a kanë investuar ndonjëherë në Qabër? A keni pasur ndonjë investim? Po Qabra kryesisht në Qabër është investu prej, do me thonë, prej qendrës. Këtu dihet shumë mirë në pas lufte, do me thonë qeveria Bukoshi ka investu në shtëpi, është një kësi
organizat i Recëja, aja ne ka pandrejt 20 shtëpi, edhe kryesisht në Qabër është investu direkt prej qendrës. Apo më tregon fillimisht me kënd jeton këtu, do me thënë në fshat? Veç me bashkëshortën. Djali është në Francë, a i ka 2 djemë, një qike kam në Amerikë, 3 kam Suedi, një kam në Gjermani edhe një në Francë. Do me thënë që gjithë jashtë Kosovës. Por që ju zbashku me bashkëshortën ja dilni goxha mirë, apo jo sepse po e mirë banit kupshtin në mënyrën më të mirë të mundshme? Po, na kryesisht prodhimet e kem, çka ushqem shumicën e kem tonat. Gjithë shka, se i kam një 4 hektarë atje tokë pjellore nga lumi Tibër. Atje kultivojna, dhe me thonë, patate, misër, grun, edhe disa banë konguje, ku ta diju në pasullë e kësusene. Kurse këtu e pot bashkën aty, edhe kena poshtë bashkë edhe kem pëmë. Dhe mon, jem marakledhen pëmë, nuk ka lloj pëmë këtu këtë vend vogël që nuk ekziston, të në llojet e pëmëve. Por a ka ndonjë karakteristik fshati juaj për dallim nga fshatrat e tjera? Po, fshati jonë është, Hanedon është përmenë si fshat që ka njerëz të meqëm, është fshat që nuk ka pas vrasje mes veti, nuk kena probleme mes veti, e rujmë njëri tjetrin, e respektojmë njëri tjetrin, për ata dhe këna qëndruar me shekuj këtu. Kur i referoheni njerëz të mençur, po thoni që ka pasur njerëz të shkolluar ndër breza, apo jo? Normal se na si fshat, dhe me thonë kemi, unë qysh si thmi, kam 71 vjetë stash, unë qysh si thmi, mënzi e mojnë men kur këna pas korent, dhe me thonë rrymë elektrike, në atë ku, kur shkojshëm të mestet e dajtet e dikun, të tezet a dikun, atë me gazin konë. Tu e këna pas zyrën e venit, e këna pas shkollën, e këna pas ambulancën qysh heret. Sot çka keni nga këtu? Do me thënë, a ekziston ende ambulanca dhe a i ofron të gjitha ato shërbimet që ja ka ofruar? Gjitha janë, e kena mjekun, e kena motrat medicinale këtu, është shërbimi mirë, tash nëse e kena pas edhe ofiqarin këtu, mirë po tash kanë shkuar natë në komunë, i kena shkollën, e kem kombit që janë në çdo orë, e bojnë transportin, dhe ma onë kushtet janë të mira. Si fshat, kushtet janë të mira, edhe janë njerëz janë punëtor, punojnë. Çka kanë profilet cilët kanë studiuar më shumë, do me thënë fshati juaj, pasi që e cekëm, për çka njihet më shumë do një profesion? Po, drejt me thonë, mas shumë të profesioni i arsimtarëve, i profesorëve, kena pas, dhe me thonë, prej profesorëve të parë, kemi pas Alinin Dirë, Nuhën, kena pas Osman Ramën, a i ka qenë edhe kryetar i fshatit, dhe me thonë, në vitet 90-ta, kur na si fshat, një ndër fshatrat e para, e kena transformu lidhën socialiste në lidhën demokratike, dhe më thonë jemi nda prej komunizmit qysh në atë ku, edhe kena qëndruë deri sa forcat sërbe na kanë qitë për këtujt me dhunë, dhe jetë në luft në 99. Por qysh është një ditë e zakonshme në Qabër? A shkoni tek njëri tjetri, a është haruar kjo pjesë, sepse zakonisht jemi larguar? Qysh këna shkue për para, pak tash është zbe, nuk është mirë, po shkojna, respektojmë njëni tjetrin, unë i kam këtu kojshin me ta qaj si me vllazër, mdojnë i duhe, kur kena ku shkojmë ka rëpim qaj vinë.
jemi në afërsi të objektit të zyrës për komunitete këtu në Qabër të Zubin Potokut, ndërsa rastësisht po e shohim që është duke dalur nga objekti edhe kryetari i kësaj komune. Kryetar, përshëndetje. Përshëndetje. Kryetar, apo më tregon, a vjen shpesh në Qabër? Jo, është përfundimi kohës punës dhe ne kemi disa zyre operative këtu ku akoma është një zyrtar të punu këtu, 2 zyrtarë në vërtet, erdha për t'i vizitu krejtërasisht, kështu që këtu jemi të zyret komunale për komunitete që kanë vepru qysh prej pas luftës edhe tani, janë zyre komunale për komunitete ku është oficaria ku krejt komuna këtu janë regjistru dhe tash kemi bardhna edhe në komunën e Zubin Potokut oficarinë e shumë zyre tjera, mirë po janë disa zyre operative dhe këto. Kryetar, duhet me përshëndet një kënd të lodrave që au kishte bërë fëmijëve, sepse ata prapa kamerave na treguan dhe u shprehen shumë të lumtur. A ka pasur ndryshim pozitiv tjetër në Qabër nga ardhja juaj si kryetari i komunës së Zubin Potokut? Po, si të them, ne me projekte kapitale pak nashta kemi mujt me shkue për shkaqe edhe të procedura që vërnoj shumë mirë, po, është në fakt, është ai park i fëmijëve që është hala pa përfundu, projekti është mirë prit të komuniteti sërb shumë. Sa që aqë respekt ju kanë bo dhe punëtorve, punëkryzve që kanë bo ato, që... Të më thënë një tip projekt, ka vazhduar edhe në shumë shatra të tjera, po, si që është edhe këto qërë kusht atë, park për fëmi, është prit shumë mirë për komunitetet të dyja, po dhe atje, neve kemi kryo dhe disa projekte tjera, si që është 3 km ibri, ne kemi pastru në mes Qabrës dhe Zubin Potokut, janë një 4 rrugë asfaltime që janë bo në komunitetin e shqiptarën Qabrës, në fshatin Qabër, dhe është dhonë disa donacione motokultivator edhe këso sera për boshe. Kryetar, të thoni që gradualisht edhe komuniteti serb po e mirëpret një kryetar shqiptar pa dallim nacionaliteti. Bazë të deklarimeve do të thotë se unë kom pas mira takime me qytetarët që kanë ardhur të në zyre kërkesat të ndryshme, kam në vazhdimësi e sipër, unë kam qenë i hapur edhe për mediat, edhe për qytetarët, do të thotë nuk ka pas në mbyllje. Ata në një farë mënyrë nuk kanë injoruar juve për shkak të nacionalitetit. Fillimisht u shkona që u kona i refuzimi indikuar për politikave që Serbia i mon një pjesë të tyne për mes listës sërbske akoma, por është problemi një pjesë e madhe qytetarëve, do të thotë kanë qenë dhe vazhdojnë të vinë për çfarë do që i brengos ose lypin ndihma të ndryshme, punësime të ndryshme. Unë besoj që kjo kërkojnë më shumë qytetarët e Qabrës? Po të Qabrës kryesisht ka pas punësimet janë kanë këtu me qetë se kemë arrit edhe të punësohën një pjesë të trive, trejave, edhe të Qabrës, po edhe nga komuniteti sërb gjithashtu. Çdo hapje të konkursit ka konkurrencë, natyrisht na jemi të hecë në ato drejtime që me plotësu stafet teknike në komunë të shërbysëve, civil të shërbysëve që duhet, kryesisht ju ta kanë shumicë sërbe jemi në ato drejtime të i plotësue dhe atë sa mundëm ne po shkojmë të punu. Kryetari Qabra një fshat piktoresk, jashtëzakonshëm, aty ku mund zhvillohet shumë veprimtari, bujqësia, blegtoria, shumë lloje të saj. Çka prisni ju që do të thotë cili është një hap juaj i radhës që dëshironi që të investoni në këtë zonë, ndoshta edhe me përkrahjen e pushtetit qendror, sepse është e vështirë cakt edhe ju që vetëm me mjete vetjake të komunës të investohet diçka më madhore. Unë kisha bo thirrje do të thotë digastereve, qeveriset, ministrisë, domos Ministria e Bujqësisë, ka disa që operojnë me disa prodhime do të thotë të perimeve sidomos, po natyrisht ka edhe që merren me pemka, pak këtu është një vend atraktiv për me u marrë me disa, jo që kanë nashta pruna shumë, qytetarët, që shme thonë hektarë shumë, mirë po me që ato që janë ishtin funksion me disa prodhime të pemve dhe perimeve, edhe unë nuk isha bo thirrje me qenë se ka pas, unë s'mund të thëmë që s'ka pas investime dhe ka shihen sera, shihen donacion. Kryetar, a ju kam përkrahur juve qeveria edhe për shkak të dallimit partijak që e keni? A keni atë përkrahjen që ju keni menduar që do ta kishit? Unë kam bo thirrje gjithë, pej fushatës që kam bo që unë duhet të kem një takortim edhe me degasteret qeverise, po me gjithë faktorët relevant për shkak specifikave të veprimit që fare kemi qenë. Mirë po, mund të thëmë që dyrt i kam hapur të gjitha digasteret edhe të ministrive, nuk kam, jo që kanë investu ministrit dhe pres tash,
që të investojnë diçka, sepse na jemi në një formë si Prishtina dhe Gjelani kemi probleme me miratimin e buxhetit për vitin 2025 dhe jemi në blok të projekteve kapitale që i kemi planifiku dhe unë uroj që bile derisa po qëndron se duhet të konsolidohet në parlamenti dhe natyrisht me një aneks ligj të jep, çush më thonë, alokimit, të jep të drejt alokimit të buxheteve, siç janë ato procedura dhe natyrisht mund të ishin zhblloku buxhetet komunale. Momentalisht jena në blokad, mirë po, unë uroj që dikasteret qeverise, do të thotë Ministria e Punëve të Brendshme, po kryme do punë, me do sene që do marrëveshje që po i vonë, po edhe Ministria e Bujqësisë, gjitha ministri tjera uroj që të na ndihmojnë pak, edhe të dojnë ka pak investime, kështu që me mbulu qatë boshllëkun çfarë kemi në bllokim komunal. Kryetare, dhe për fund e dim se Qabra është fshati vetëm i banuar me shumicë shqiptare. A është bërë mjaftueshëm që të mos largohen shqiptarët nga kjo pjesë? Për arsye se në gjitha fshatrat ka largim, të themi, goxha të madh të qytetarëve, sidomos të trinjve. Por këtu a duhet të jetë ndoshta të themi të kthehen syt më shumë se sa në çdo fshat tjetër për t'i mbajtur këta banorë. Gjithsesi, kemi rinit të madhe të ikur në botën e jashtme, nuk po them se s'ka kushte elementare, ka infrastrukturë rrugore, të kanalizimit, të rrymes, se kemi disa objekte siç është salla e edukatës fizike, do të thotë për të rit me luë futboll edhe të vogël, po dhe lojna tjera, janë disa kushte që janë arrit deri më tani, ka nevojë mbështetje në punësime, se ndoshta vetëm në komunë nuk mundën të gjithë me mirë, po kemi nevojë për mbështetje edhe komuna regionale, është Mitrovica dhe ministrit. Mirë, po unë bëj thirrje për mbështetje dhe për me pas, çush më thon pak a shumë, si në prioritet këto vende siç është Qabra. Sepse po shihen problemet na Qabra ka qenë vendbanimi më i shkatruar gjatë luftës në këtë Republikën e Kosovës. Dhe gjithçka që ka po shihni është ndërtim i ri. Vullneti i madh i qytetarëve për të kthy këtu më njëherë 99 ka bërë që këtu do të thotë në një formë edhe organizatat ndërkombëtare e kthyn, çush më thon, ato pa nevojën e mbështetjes në ndihma të gjithanshme, por natyrisht edhe një pjesë e dikasterëve qeverisë, siç është konë fillimisht ndërtimi 160 shtëpive nga fondi i Bukushit atëherë, mirë po ka pas nevojë dhe ka nevojë akoma. Edhe ka nevojë, domethënë, për mbështetje gjithanshme, për shkak se me josh, çush më thonë, edhe jetën, me u bin qytetarët se këtu na deri me tani dhe akoma tutje me probleme politike ballafaqohen. Dim na çush është ndikushmëria derisa kanë qenë edhe heqjet e kaluara, po mund të vazhdojnë këtu, do të thotë ndikimi aty në grupeve të inspiruara nga Serbia, gjithmonë ka qenë telashe këtu për rreth. Dhe natyrisht që aja është një faktor indikativ i pasigurisë. Mirë, po tani tutje besoj që ka rrethona të mira. Unë kujtoj që duhet dikasterit e qeverisë gjithmonë të kenë prioritet këto vende, se me pak ndihma për këta qytetarë bëhet ballë. Kështu që unë uroj që na mbështesin kur do që të kemi nevojë.